Të zhdukura prej një viti gjendën në frigorifer trupat e nënës dhe vajzës 10 vjeçare. Pas muaj shkërkime intensive, autoritetet austriake kanë zbuluar trupat e pajetë një gruaje 34 vjeçare me origjinë siriane dhe vajzës së saj 10 vjeçare të zhdukura që nga koriku i vitit 2024 pas një udhëtimi në Düsseldorf. Trupat u gjetën të fshehur në një frigorifer të madh vendosur në një hapësirë të izoluar të një dhome magazinimi në një apartament në Innsbruck, Tirol. Zbulimi e ka përforcuar pistën kryesore të hetimit, e cila prej fillimit ishte përqendruar te dy vëllezër austriak, njëri prej tyre 55 vjeç, ish kolegi gruas dhe dyshohet se kishte pasur një lidhje jashtëmartësore me të. Të dy burrat u arrestuan në qershor dhe qëndrojnë ende në paraburgim. Frigoriferi ku gjetën trupat ishte vendosur në një cep të fshehur tek një dollap në një zonë jashtëzakonisht të vështirë për t'u arritur. Ky pozicionim e kishte bërë të pamundur zbulimin e tij në fazat e para të kërkimit. Sipas autoriteteve, identifikimi i pajisjes u bë i mundur fal analizave të reja teknike dhe rindërtimit të lëvizjeve të dyshuara të dy vëllezërve. Vendodhja e frigoriferit sugjeron se qëllimi ishte që trupat të mos gjendeshin për një kohë sa më të gjatë. Gruaja dhe vajza e saj rezultuan të zhdukura në korik të vitit 2024, pasi nuk u kthyen nga udhëtimi në Düsseldorf. Hetuesit u alarmuan kur pan mungesën totale të komunikimit dhe transaksione të pazakonta në llogarin bankare të 34 vjeçares. Dyshimet fillimisht ranë mbi kolegun e gruas për shkak të mos përputhjeve në deklaratat e tij dhe sjelljes së çuditshme menjëherë pas zhdukjes. Më vonë, vllai i tij, pronari i apartamentit ku u gjetën trupat, u përfshi si dyshuar për ndihmë dhe fshehjen e provave. Gjatë marrjes në pyetje, të dy burrat kanë pranuar se i kanë fshehur trupat, por mohojnë kategorikisht se i kanë vrarë. Ata kanë deklaruar se gruaja dhe vajza kanë vdekur aksidentalisht, pa dhënë deri më tani një shpjegim të detajuar. Versioni i tyre është duke u verifikuar nga hetuesit. Megjithatë, gjendja e trupave, të cilët kanë qëndruar me muaj në frigorifer, e vështirëson jashtëzakonisht përcaktimin e shkakut të vdekjes. Ekspertët mjeko-ligjor po kërkojnë shenja dhune ose elementë të tjerë që mund të tregojnë vrasje ose ndonjë pjesë zyrtare nuk është përjashtuar. Autoritetet austriake po presin rezultatet përfundimtare nga ekzaminimet mjeko-ligjore, ndërsa hetimi vazhdon nën masa më të rrepta të sekretit.